Ka nisur me gazetar me analizë duke thënë që vin nga Greqia, vin nga Serbia, vin nga Rusia, është të mbrëm që vin dhe nga Rusia. Kemi parë elementë rus që janë përfshirë në protestë. Njësoj si që bënë Ervini ka qenë i pranishëm kur kemi bërë protestën për çmimet, që dolin në për televizione thanë i paguan Serbia, i paguan Rusia, deri sa SB-n e të bënë. Unë them që të gjithë ne nuk duhet të ndalemi deri sa kjo qeveri të tërhiqen këtë projekt. Kaq. Ervin? Për mua, unë me thënë drejtën në këtë proteste shoh shumë, e di që mund duket një lloj luksi, por nga ana tjetër duhen ndoshta edhe arrit diçka konkrete. Për mua në konceptin tim Edi Rama sot rrin pushtet për shkak firmës që ka, nuk ka se dhe legitimiteti tjetër. Pra, do thot firma ti i jep akses gjithë lubive që të marrin dhe të rrëmbejnë çfarë mundin. Dhe momentin e parë që ti ke anulluar një projekt, për mua ai si hyn punë më kërkujt, e ke për një muaj e ke në burg, se nuk e hyn më punë kujt. Ai njeri për ne është shumë e rëndësishme që të arrihet diçka dhe të shkohet tek anullimi i projektit, sepse mos harrojmë që kemi banorët e rrjollit, kemi në zona tjera dhe nuk duhet të fokusohemi vetëm tek një gjë, sepse këtu kemi të bëjmë me një shtrirje goxha gjerë dhe me një problematik që është totale. Dhe ata janë duke vojtur të njëjtën gjë, sepse dhe atyre është marrë prona me pronar që i dalin me nga 1,5 milion metra katror, kurse në nartë vetëm 2 pronar më duket kishin një 2,2 a 2,3 milion metra katror. Dhe mendoje pak vetëm për shembull një ditë kesh një 1,1 milion metra katror. Prandaj është problematike kadastra e Vlorës. Jo vetëm e Vlorës, jo në Rjoll. Po Rjollin. Jo, në Rjoll ka 1,5 milion metra katror ai zotnia, ai punojës i hipotekës, një funksionar i LSI-s, doli atje, po të paktën doli ai. Unë e pash tash pakën ky që ka njëri real. Dhe 1,5 milion, është dhe 1,5 milion? Ata që i sulmojnë protestën tuaj, thonë, ku ishin këta dashnorët e ambientit, këta naturalistët, mjedisorët, sepse ligji për zonat e mbrojtura është miratuar që një vit e ca, apo gati 2 vjet më parë. Një sekondë, se këtu do të bërë një